Mateoja dhe Brikena do të bëhen prindër për herë të parë? Një postim i fundit i tyre ka mjaftuar për të nxitur një val komentesh në rrjetet sociale. Ata publikuan një fotografi në Instagram ku shfaqen të përqafuar, ndërsa vëmendjen e ndjekësve e tërhoqi pozicioni i dorës së Mateos mbi barkun e Brikenës. Ky detaj ka bërë që shumë fansat aludojnë se dy ish banorët e Bigut mund të jenë në pritje të fëmijës së tyre të parë, megjithse deri tani nuk ka asnjë konfirmim në lidhje me një shtatzëni. Dy ish banorët duket se janë më të dashuruar se kurrë. Edhe pse lidhja e tyre ka patur mjaft ulje ngritje, duket se tani gjërat mes tyre po shkojnë shumë mirë. Teksa po kalonin disa ditë relaksi në Turqi, Brikena dhe Mateo ndanin her pas here me ndjekësit e tyre foto dhe video krah njëri tjetrit. Por së fundmi, Mateo ka postuar në Insta Story një fotografi të tij që fansat e kanë pëlqyer menjëherë. Por vëmendjen më të madhe e mori komenti i partneres së tij. Bukuroshi i zemrës sime, ka shkruar Brikena në foton në fjalë shoqëruar me një emoji zemër të kuqe. Për më shumë lajme nga showbizi shqiptar ndiqni kanalin ton dhe bëni subscribe për të mos humbur asnjë lajm.